Papritimas ka ndodhur lufta edhe ka ardhur refugjatët në lagjën tonë ku ishim, afërsisht 1000 kosovar. Ne kemi regjistruar edhe kemi ndihmuar 2 herë në javë me ushqime, me sendet sanitare, me gjëra të ndryshme. Sidomos unë kam pasur shans me ushtru të rinë. I keni ushtru edhe të rinë me taekwondo, edhe pse isha dobët me gjuhën shqipe. A kishe dëgju përpara për Kosovën, për shqiptarët? Kosovën jo, s'kam dëgjuar për Kosovën. Po pas me luftën kam njoftuar. Si të duken njerëzit e Kosovës, edhe pse i ke taku në rrethana të vështira, pra në rrethana të qenurit refugjat? Po, gjatë luftës ata ishin shumë me brenga, me mërzitje, me shqësime. Po pas luftës, pas kam ardhur në Kosovë, unë kam kuptuar njerëzit janë me shumë mikpritje, me shumë dhemshuri. Mikpritjen e kemi kështu një nga gjërat që na vlerësojnë të gjithë, thonë që jemi shumë mikprit, andaj duket edhe sikur ndoshta kjo është një nga arsyet pse ju keni vendosur që të qëndroni edhe të vazhdoni jetesën në Kosovë. Si u bë që mbete për kaq kohë të gjatë në Kosovë dhe pse pikërisht në Gjakovë? Po, ne nuk patëm dëshirë në fakt me jetu në kryeqytetin, në Prishtinë, po kemi kërkuar një qytet tjetër. Por në ato kohë Gjakova na dukej i madh. Edhe sidomos njerëzit që ne kemi njohur, që kemi takuar gjatë luftës, ishin afër Gjakovës. Patjetër edhe Gjakovarët kemi takuar gjatë luftës, edhe kemi vendosur me jetu në Gjakovë, me që shokët tanë ishin afër. A të tregonin Gjakovarët për çka shquhen më shumë? Cilat janë tiparet e tyre më karakteristika që i kanë? Gjakovarë janë shumë krenar me qytetin e tyre. E vërtet. Po, kjo dukosh të diçka negative. Po, çdo njeri të jetë krenar me vendin lindjen e tyre. Kështu. Si e bëre me gjuhën shqipe? Kam pasur mësues, kam pasur qëllim me mësuar gjuhën shqipe, edhe pata mësues të ndryshme, edhe një mësues në Gjakovar, ai më ka ndihmuar shumë. Kështu kam pasur. Për sa kohë e mësove gjithë gjuhën? Në fakt, edhe tash po mësoj gjuhën. Çdo ditë më tepër, kështu duhet,